Njerëzit e pan hapësirën publike si hapësirë për të zënë, hapësirë për të privatizuar, në gjitha të periudhë dëshirash individuale, të shtypura, të cilat lullzuan e dolën në sipërfaqe duke zënë gjitha hapësirat publike duke ndërtuar në mënyrë të palishme kudo ku ishte e mundur e duke eliminuar praktikisht çdo hapësirë të gjelbër që shihni sot. Pikërisht kështu, përveç liçenit që ishte, që vazhdon të ishte dhe përveç shtomicës pemëve që ishin aty, ajo çfarë shohim sot nuk ishte më çdo metër katror gjelbërim u mbulua e u varros në mira e mira ndërtesa të palishme. Lumi që kalon përmes qytetit nuk ishte më i dukshëm, sepse në të dyja anët të dyja anët e lumit ishin të zëna me vija kaq të gjata, ndërtesash dhe 90% dhe 90% fjalë për fjalë, jo metaforikisht, por 90% e pemëve që shihni sot në rrugët e qytetit nuk ishin. Kur u bëra kryetar bashkie në vitin 2000, na u desh që të merrnim mbrapsht qytetin ton duke shembur më shumë se sa 10.000 ndërtesa. Vetëm nga lumi hoqëm 132.000 ton betoni që ishin rënoja nga shembjet. Gjatë atyre viteve, mbollëm 55.000 pemë, që sot janë të kudo gjëndura. Megjithatë, edhe pse bëm shumë për të risjell njerëzve hapësirë, ku ata të shijonin të ecurit, ecja në përqytet u bë gjithmonë më e vështirë. Mendoj që çdo minutë që mund të marrim për të ngadalësuar hapjen, çdo metër që mund të përfitojmë për këmbësorët është një sukses për t'u festuar. Sepse është një mënyrë për të ndihmuar njerëzit tanë, por preqkosa jemi ende të vetëdijshëm për sfidat e për atë që duhet bëjmë, atë na duhet të luftojmë. Kjo është arsyeja pse kemi çelur së fundi një kapitull për ta luftuar këtë gjë. Nuk e kemi më problemin e ndërtimeve të palishme, të cilat kanë të bëjnë me apo lidhen me betonin apo me katet apo hapësirat publike në qytet, por na duhet që të luftojmë ditë për ditë edhe ndërkohë që flasim për të hequr të ashtu quajturat strukturat të përkohshme, të cilat në fakt kanë zënë trotuaret, hapësirat publike për vendosur tavolina pafund, karrige për të ofruar ekspres pas ekspresi. E di që kemi ekspresin më të mirë jashtë Romës, po nuk është një justifikim plotësisht i mirë për të vazhduar e për të zënë, për të pushtuar hapësirë publike, thjesht për të ofruar ekspres. Kështu që çdo ditë po marrim mbrapsht hapësirat dhe duam që të shtojmë edhe më shumë pemë e gjelbërim në qytet, për të cilat kemi tashmë një rregullore të re, që gjithkush që merr një leje ndërtimi duhet të kontribuojë në fondin e gjelbër me një numër të caktuar pemësh përmes një formule e cila e përllogarit në bazë të metrave katror që ai ose ajo do të ndërtojë.
Jam super i lumtur të ndaj po kështu me ju lajmin shumë të mirë për ne,